Jemi rikthyer sërish në studio pas këtij bloku të shkurtër të marketingut. Do të qëndrojmë akoma tek arti, sepse pikërisht bisedën e dytë sot e kemi me Eymen Hasanin, i cili është themi përfaqësues i kaligrafisë. Kemi pak kaligrafistë këtu në Kosovë, e një nga ata është padyshim edhe Eymeni. Përshëndetje Eymen, mirë se vjen moment. Përshëndetje, mirë se u gjej, faleminderit. Faleminderit shumë se je bashkë me neve. Faleminderit për ftesën. Kaligrafia, çfarë arti është kjo? Po, kaligrafia është pra siç njihet, është do më thonë bukur shkrimi, kaligrafia arabe, cilën unë do më thonë jam i specializuar në të, është bukur shkrimi arab, apo shkrimi i cili ndërtohet pra mbi rregulla të veçanta, apo është pra të thënë ndryshe praktika artistike e të shkruajturit me alfabetin arab ose me alfabetet që kanë derivuar nga ky alfabet, sikurse për shembull osmanishtja, persishtja, kështu me radhë. Nga e mësove, nga të erdhi dhe ideja për ta mësuar një art të këtill? Po, gjatë studimeve, unë kam mbaruar studimet në Emiratet e Bashkuara Arabe, atje do të thotë kam mbaruar për gjuhë dhe letërsi arabe, dhe njëkohësisht ka qenë edhe kursi, do të thotë për kaligrafi arabe, që më është lidhur edhe me drejtimin tim. Dhe kam ndjek. Do të thotë fillimisht e kam pasur si pasion shkrimin, edhe para se më shku atje shkrimin në gjuhën shqipe, do të thotë jam shku për një shkrim të bukur, pastaj vetë e kam ushqy këtë pasion pasi që kam hyrë edhe në kursin apo trajnimin për kaligrafi arabe, do të thotë që ka qenë profesori apo mësuesi kaligrafi i cili na ka mësu. Gjithashtu kemi pasur edhe si lëndë në plan programin e fakultetit, do të thonë shkrimi dhe kaligrafi arabe. Pra në një semestër mësohet një lëndë e caktuar? Është po, një lëndë e caktuar. Profesori ka qenë po ashtu kaligraf, dhe këto, disa shkaqe janë mbledhur, gjithashtu duke ashtu kësaj pasionin tim për shkrimin dhe falë Zotit edhe kam mësuar disa nga shkrimet kryesore. Si bëhet vlerësimi për një bukur shkrim? Sepse ndoshta mësohet nga të gjithë njëjtë, apo si bëhet ajo diferenca nga studenti në student? Po. Siç thash në fillim, është shkrimi ndërtuar mbi rregulla të veçanta, dhe po i praktikove këto rregulla, do thotë në mënyrë për afërt me, do të thonë, për mos të thënë perfekte, do të thonë në mënyrë të mirë, ashtu sikurse janë rregullat, mirë po, ashtu edhe sikurse janë direktivat e mësuesit apo profesorit, atëherë kështu bëhet vlerësimi. Ne atje do thotë her pas here janë organizuar edhe gara, do të thonë aq shumë i japin rëndësi sa që edhe organizojnë edhe gara, dhe aty bëhen edhe vlerësime, do thotë janë ato rregullat e veçanta, do të thotë bjerësia e shkrimit, sa duhet jetë gjatësia, gjerësia e shkronjës, do thotë ka shumë kritere të cilat për të dalë sa më bukur, shikohen këto kritere. Këto kritere vlejnë qoftë edhe për një fjalë të vetme, apo duhet jetë i ndërtuar mbi një fjali? Jo, do të thotë shikohet fjala, pastaj fjalia, në tërësi teksti. Po, si rëndon, ashtu siç bëhet rëndon. Ashtu. Sepse rregullat po duken mjaft delikate në shikim të parë? Po. Do të thotë sepse është gjuhë tjetër, është gjuhë, do të thonë shkrim tjetër, është edhe më vështirë, pra edhe për neve që si takojmë asaj gjuhe, është edhe më vështirë, sepse aty ka patë, do të thonë, konkurenca ka qenë shumë e madhe, sidomos në kursin e kaligrafisë, ka patë nga vendet ndryshme aziatike, të cilët kanë ardhur aty, mirë po ata vetë se kanë mësuar në vendin e tyre. Ndërsa ne në Kosovë nuk ka patë, do thotë. Është shumë interesante Eymen që nuk kemi shumë kaligraf në Kosovë, apo jo? Njerëz të tillë? Nuk unë njoh vetëm do të thotë njerëz që kanë punu, që kanë shkruar për shembull nëpër xhami, mirë po sikur e kanë pasur sikur zanat, që e kanë mësuar jo me rregull, ashtu, mirë po prej masës së gjerë ajo duket bukur, mirë po nëse unë e shikoj në mënyrë profesionale, ka lëshime, ka gabime, do të thotë. Ku bëhen gabimet më të mëdha? Në cilat rregulla dështojnë ata të cilët nuk e kanë studiuar? Po, nganjëherë për shembull harruhen pikat e shkronjave të cilat janë, do të thotë, pa to nuk është shkronja e plot. Ose ka shumë shkelje. Mirë, po megjithatë për masën e gjerë duket bukur. A unë, do të thonë, kur e shikoj me
lupën e, do të thot, më thonë, profesionalitetit, atëherë shoh, do më thonë, vrej lëshime. Megjithatë unë së fundit, do të thot, kam fillu edhe unë të merrem, do të thot, shkruaj në për muret e xhamive, lokaleve, shtëpive, kështu me radhë. Ku po juftojnë më shumë ti? Po, nga vinë kërkesat më të mëdha? Së fundi, kërkesat më të mëdha vinë nga xhami, do më thonë, sidomos nga xhamit që po ndërtuan, nga xhamit e reja. Gjithashtu punoj edhe në letër, do të thot marr porosi të ndryshme edhe nga njerëzit e tjerë, do të thot t'u shkruaja emrat e tyre, apo t'u shkruaj ndonjë citat kuranor, ndonjë thënie profetike, ndonjë lutje, ndonjë thënie të njohur, kështu me radhë. Ke ndonjë citat themi më të preferuar që i shkruan më qejf edhe që ndoshta ka një domethënie akoma më të veçantë për ty? Po unë më të veçanta i kam, domethënë, thënjet apo mesazhet hyjnore, duke fillu nga ajetet kuranore, gjithashtu edhe thënjet profetike, sepse kaligrafia është e bukur, është atraktive për syrin, mirë po ngërthen në vete edhe mesazhe, që po i lexove, do të thonë, ki edhe shpërblim, do të thonë, është më shumë se sa art, do të thonë, e kalon atë kufirin, do të thonë, kjo e bën veçantë, edhe këto janë më të veçanta tek unë, do të thonë, citatet kuranore apo edhe thënjet profetike, kështu me radhë. Kur i shën ndoshta shkrimet e ndryshme në për xhamit e ndryshme, aty ka gabime apo gjithçka është në perfeksion e shkruar? Ka gabime, siç thash edhe më herët, sepse nuk i takojnë këtij profesioni, mund të jenë që merren me dekorimin e xhamisë, mirë po punën e kaligrafike e bëjnë me kompjuter dhe e marrin ashtu të gatshme dhe nuk